Ramez Ladrovci. Jam kryetari i komunës Drenasit dhe nuk marr as leje, as nuk shkon. A ka punu, as ka punu, as sa i ka mojt premtime. Am me Po. Ramez Ladrovci, që 3 mandate është kryetari i komunës Drenasit me PDK. So here ajo është të kandidu me PDK-RL për Drenasin kampion me Ramez Ladrovci, se ka dalë për PDK-s. Ktheja i bodybuilding, po tha o shtuka sami. Nëse se kjo temë tjetër, se nëna të folë për premtime. I ka lënë çokim duket ka pak. Mandatin e tij të parë, prej 20 premtimeve, Ramez Ladrovci e ka kryer veç një. Këto të fundit Ladrovci ka bërë 37 premtime. 10 i ka pasur në sport, 7 shëndetësi, edhe tjerat ka pa. Ai ka përfunduar 19, 5 i ka nis, 5 i ka gjyst, edhe 8 nuk i ka nis hiç. Nuk i ka nis rrugën nën toksore edhe parkingun të sheshi, një objekt multifunksional kulturor, ndërtimin e liçenit Vërbocit, ndërtimin e qendrës zjarrfeksve në Komoran, poligonin sportiv, pishinës gjysmë olimpike edhe stadiumit nacional. Për mendimin tim, Ramez Ladrovci është shumë i zëshëm për me pas kaq pak premtime. Po veç pse ka pas pak premtime, s'do me thonë që s'ka punu hiç. Për këtyre premtimeve ka pas edhe premtime që i kanë bojt, për shembull lidhja e 22 fshatrave me rrjetin e Ujësillësit në vitin 2025, vonë me u lidh Ujësillësi, po prap se prap, ose ndërtimi i stadiumit me bori sintetik në Komoran. Çdo që tjetë, unë nuk jetoj në Drenas edhe nuk e di për punën, kjo meritet me na tregu qytetarët e Drenasit. Soi radhe jashtë PDK-s, a ka me pas nevojë për më shumë ama pak premtime. Bëni me këtë informacion që ka doni, mendimet për Ramez Ladrovci në komente, e dok në nesër për videon tjetër.